Dhe për të folur për zhvillimet politike, kam me si të kem kolegë Roland Qafoku dhe pedagogun Kleti Këlliçi. Faleminderit të dyve që u bashkuat e vlerësoj shumë. Mirëdita. Qafoku, po nis me ty. Besoj ndoqe materialin, pra gara bëhet gjithë për ato pak vende të mbetura. Nëse dy janë të sigurta, gara bëhet për pjesën tjetër. Po këto janë teknikalitete që ata specialistët ose usallarët e vëkimeve vinë me makinë llogaritse në dorë, me një letër të bardhë dhe silolaps dhe artojnë ato strategjitë. Por përtej kësaj unë besoj që më rëndësishme, sigurisht që është rëndësishme, por më rëndësishme është për të dy kampet, për të krijuar atë frymën e ekipeve. E them këtë thimi sepse ky sistem e godet shumë frymën e grupit dhe të ekipit. E godet sepse ju duhet, sidomos atyre të listës së hapur, që të bëjnë fushat duke kërkuar votën dhe nën zë duke i thënë mos voto atë tjetrin. Kjo i bie. Dhe kjo krijon probleme brenda grupimit të një force politike. E kuptoj, Këlliçi për ty? Po, unë thimi i kam qenë dhe jam i mendimit që ky është një sistem elektoral i cili favorizon më shumë ti atë që është në pushtet se sa atë që është në opozitë. Natyrisht pa i hyrë detajeve që kanë të bëjnë me manipulime apo shtrëmbërimin e vullnetit dhe votës. Pikërisht për të lidhur me atë që tha dhe zoti Qafoku më parë, problemi më i madh i partive është ruajnë kohezionin e brendshëm. Dhe me këtë lloj sistemi kohezioni i brendshëm mund ta ruaj vetëm ai që është në pushtet, pasi ka akoma kapacitet për të ndëshkuar ata që mund t'i dalin jashtëradhëve. Dhe po ta vëmë re, rezistenca më e madhe apo zërat kundër listës kanë qenë nga ana e opozitës, edhe për faktin se opozita kreu një sistem primaresh i cili ishte shumë kaotik dhe shumë i papërshtatshëm ose i ndërtuar relativisht keq. Dhe për këtë arsye them që pakënaqësia është e madhe nga të dyja krahët, po ato që kanë kapacitetin e kontrollit janë brenda pozitës. Sa i përket pastaj partive të tjera, edhe brenda partive të tjera listat kanë qenë problematike, e kemi vënë edhe me partitë e vogla, të cilat edhe pse nuk kanë ndonjë gjë të madhe për të humbur, ose me aktorë të rinj politik, prapse janë ngërthyer nga problemet të cilat fakt nuk i kanë krijuar ato, po i ka krijuar formula zgjedhore. Duhet ishte zgjedhur një formulë e cila auto t'i mbante totalisht listat e mbyllura, ose do t'i mbante totalisht listat e hapura. Kjo zgjidhja gjysmake e bën procesin shumë problematik, procesin e brendshëm politik. Dhe natyrisht kjo do zgjidhet me kalimin e kohës, po deri në momentin e zgjedhjeve do jetë çështje shumë delikate brenda partive politike. Qafoku, duke rikthyer pak tek ajo çfarë ndodh në Partinë Demokratike, se këtu duan ndalen pak, kemi parë një numër të madh pakënaqësish dhe të gjitha të adresuara tek një emër, tek Flamur Noka. Pse të gjithë sulmojnë Flamur Nokun, askush nuk thot Berisha? Para thimi, audio duhet të ketë një problem se si vjen në studio, ka një problem. Okej, besoj të rregullohet me njëherë kjo pjesë, pa problem, po. Thimi, te Flamur Noka, sepse në ndjenin time, jo vetëm për faktin që zoti Noka e sekretari i përgjithshëm, por ai ka bërë të gjitha organizimin dhe negociatat edhe me partitë aleate. Dhe sigurisht ai që bën këto negociata dhe këto kalkulime me këto, është qendër e pakënaqësive dhe kjo është një gjë normale. Nuk për më tepër në opozitë, sepse pushteti e kontrollon më mirë atë, po themi, kënaqësinë apo dhe pakënaqësinë. Ndërsa opozita s'ka asgjë, sepse opozita çfarë u premton kandidatëve që fito dhe do vim në pushtet. Po atyre që s'fitojnë, atyre nuk u thot dot që ti do jesh drejtor, edhe nëse humbë do jesh zëvendësministër, edhe nëse humbet ti si individ, fiton partia dhe ti do kesh një post. Po nëse humbet Partia Demokratike që është në opozitë, çfarë mund t'i premtoj dhe çfarë mund ta bëj dikënd që humbet si individ? Kështu që
pakënaqësitë, sigurisht më të mëdha kur artojnë listat janë të opozita. E kuptoj, pra, ti thua që nuk ka faj Berisha, ka gjithë fajin Flamunoka, pse? Ose ata që kritikojnë nuk kanë guxim të kritikojnë Berishën dhe gjejnë Flamurnokën? Ndodhe njëjta gjë edhe te Partia Socialiste. Për të qenë në rregull me benefitet që kanë marrë shumë politikanë, fjala vjen ata janë kandidat për deputet, kandidat për kryetar bashkie, për këshillat bashkiak, dhe ata ja detyrojnë në thojza këtë një lloj, po them mirënjohje, kryetarit të partisë, zoti Berisha. Berisha ka 35 vjet politikan dhe secili nga ata ka marrë një benefit nga zoti Berisha. Dhe kjo është në kulturën e një shqiptari që ka mbetur legjenda ajo që mos e ka bërë Mehmeti vetë se unë me enveri nuk dim gjë. Do të thënë ky është mentaliteti shqiptarit thimi pastaj. I pari nuk di gjë, nuk i merr vesh dhe pastaj të tjerët kanë faj, ata rrotullti kanë faj. Ndërkohë në fakt nuk është ashtu. Ndërkohë për ty Klejt, pse sulmohet Flamurnoka? Nuk ka guxim sulmojnë Berishën? Po nuk mund të sulmohet kryetari i partisë për shkak sepse do futesh në një konflikt të drejtë për drejtë me kryetarin. Paktën parimisht. Padyshim që listat ai bën. Kjo është një nga mënyrat dhe teknikalitetet se si ti mund t'i qasësh një pushteti gati të pa kontrolluar që ka kryetari i partisë. Siç e tha zoti Qafoku, do të sulmosh personin të cilin edhe për faktin e pozitës që ka partia e ka vënë aty pikërisht për të bërë si rrufe pritës. Kjo që është logjike që sekretari i partisë do të sulmohet nga të pakënaqurit. Në një farë mënyrë zoti Noka e ka këtë lloj kostoje do ta marri përsipër. Dhe kjo është arsyeja e vetme, nuk ka arsye tjetër. Në një format pushteti ku të thash pozita e kryetarit është e padiskutueshme, e vetmja mënyrë se si mund ta kundërshtosh është duke u konfliktuar me bashkëpunëtorët e tij. Dhe nuk shoh asgjë, jo asgjë të keqe, se normalisht i procesi brenda PD-s për përzgjedhjen e kandidatëve primareve nuk ka qenë fort transparent. Dhe unë këtë ja ve faj pozitës, jo vetëm në mënyrë se është organizuar PD-ja, po dhe pozitës në të cilën ndodhet, po një pozitë e cila kaq vite pa pushtet lokal, në tentativë për të maksimizuar votën, por në të njëjtën kohë duhet të kënaqë dhe anëtarët e saj. Ka njerëz me kontribute në këtë procesin e gjatë të riinstalimit Berishës si kryetar partie. Dhe për këtë arsye pakënaqësitë mund të jenë edhe më të mëdha. Sot që flasim, edhe në momentin që flasim, ai që është në pushtet ka më tepër mundësi, jo vetëm që të shuajë zërat kundër, por dhe të kënaq ego të vogla. Ndërsa opozita nuk e ka këtë luks dhe për këtë arsye përballet me proces me këto pakënaqësi ndaj zotit Noka, të cilat nuk mund shprehen ndaj liderit. Pasi kemi parasysh thimi që në një farë mënyrë Berisha është personi i cili jo në një farë mënyrë është caktuar nga partia që të marrë pushtetin. Nuk të sulmohet dot kryetari i partisë, e cila pretendon të fitojë zgjedhje dhe të marrë pushtetin. Okej, por Qafoku, edhe për ty Klejti, sa ndikim do kenë këto kritika të bëra në publik në 11 maj? Sa pesh do kenë? Zoti Sula, por dhe shumë emra tjerë. Përmendë zoti Sula si ndoshta një nga personat me më shumë vota edhe të tjera personale se disa kandidatë tjerë, por sa pesh do kenë? Po, për mendimin tim, thimi ka me disa që është vepruar drejt dhe me disa është vepruar gabim. Dhe gabim kush është rasti që për ty është gabim, zoti Sula? Po, zoti Sula për mua është gabim, për më tepër që ai është një grumullues dhe një lloj hambari votash, një lloj rezervuar i votash, dhe këtë e ka treguar, nuk është se ai nuk është provuar. Partia Demokratike nuk e ka luksin që të bëjë të pakënaqur një njerëz që merr shumë vota. Dhe duhet gjendë një mekanizëm zoti Berisha për ta tërhequr, jo për ta bërë të pakënaqur. Por duke se qëndrimet e zotit Sula, sidomos ndaj Spakut edhe mbështetja që i ka bërë Spakut, si duket aty e kanë penalizuar, sepse ne kemi dy ekstremitete. Zoti Berisha i quan Spakun
bandë kriminale, organizat kriminale dhe Sula një mbështetje maksimale. Kështu që sepse ka disa aty që nuk kanë folur fare për Spakun, ata nuk e kanë sulmuar Spakun, por janë në listot dhe janë listot sigurt madje disa. Nga ana tjetër, unë besoj që për disa, zoti Berisha ka vepruar drejt, edhe pse në një farë mënyre po diskutohen, fjala vjen, zonja Tabaku ka dalë, është në listë hapur, por mori në primare. Unë mendoj, thimi, që disa personazhe dhe personalitete, zoti Berisha duhet i kishte futur në listë hapur edhe për faktin sepse ata marrin shumë vota. Fjala vjen, zoti Kolliçi është listë mbyllur. Okej, e meriton në kuptimin që Jo Kledi, jo profesor Kledi Kolliçi. Jo. Por nëse ai do ishte në listë hapur, ai do ta merrte mandatin e deputetit fal votave që ai merr. Dhe në listën e mbyllur mund të sakrifikohej, por mund të përshtatet, mund të vendosë një emër tjetër, kështu që zoti Berisha për zonjën Tabaku ka bërë mirë pikërisht për këtë logjik, për këtë arsye që ajo merr vota. Nga ana tjetër ajo duhet ta provojë dhe veten e saj që shiko, po është edhe votuar, sepse qëndrimet e saj kanë qenë pak të lëkundura, jo pak, po gati ka qenë kështu si Mipalët, si International dhe kjo është Po. Si? Po Kled. Nuk Kled, po pati ndërhyrje. Në fakt Jo se pati një ndërhyrje. Jo, nuk pata ndërhyrje. Nuk pati ndërhyrje, okej, po. Okej, vjo analizë, s'ka problem. Qafoku po. Se me menduam të dy që kishe ndërhyrje nga profesori, po. Po, dhe po thosha që kjo mënyrë, në këtë aspekt, zoti Rama ka bërë zgjidhjet më të dura se sa zoti Berisha, i cili më shumë është treguar i kujdesshëm që të vlerësoj ose të kthej mirënjohjen besnikëve që A do ketë ndikim qafoku po apo jo për ty? Do ketë ndikim? Do ketë ndikim apo jo? Pa diskutim që do ketë ndikim. Lista e hartuar nga zoti Rama mua më duket më smart në përzgjedhjet që ka bërë, duke futur shumë element, deri ai e tha vetë edhe ballis, por nga Partia e Lirisë, nga disa personazhe që kanë qenë, fjala vjen Blendi Sulaj, ka qenë me Partinë Republikane, me Partinë Demokratike të Bashës, me Partinë Demokratike të Berishës, tani me Partinë Socialiste, dhe zoti Rama e ka bërë këtë gjë që të maksimizoj votën dhe të marri maksimumin e votës. Aty në grupin e Partisë Socialiste, edhe pse gara është brenda llojit dhe kjo e dëmton, unë mendoj që më shumë dëmtohen ata të opozitës. Pse? Sepse Partia Socialiste janë një reparti ushtarak dhe ka më shumë disiplinë atje. Nuk sa do të ketë garë ose konkurrencë me njëri tjetrit, pesha specifike e kryetarit i vendos të rresht ata dhe këtu nuk ka shumë probleme. Okej, për ty, profesor, do ketë ndikim gjithë kjo çfarë po ndodh brenda PD-s? Me largimet, me sulmet, me akuzat, kundër akuzat, për Partinë Demokratike, për eksponentë brenda Partisë Demokratike në 11 maj? Në kohezionin e brendshëm natyrisht që ka efekte, sepse edhe për të ardhmen, sepse normalisht njerë që do mbarojnë zgjedhjet, si në rast potencial që PD-ja nuk fiton zgjedhjet, atëre natyrisht do t'i vihet faj edhe mos përfshirjes, pra do t'jenë pjesë e zërave dhe koreve të protestës, gjithë ata cilët janë sot të pakënaqur. Megjithatë, në rrafshin praktik unë besoj që Partia Demokratike ose zoti Berisha ka ecur në një lloj, ka tentuar të luajë një lloj ekuilibri. Dhe ky lloj ekuilibri ka të bëjë me pozitën specifike që ka Partia Demokratike, pra këtë pozitë dobësuar që ka pas këto të paktën këto 4 vitet e fundit. Dhe për këtë arsye mendoj që për zgjedhjet kanë qenë më tepër të diktuara nga rrethana sesa nga dëshira për të përfshirë ose jo njerëz. Pra më përpara është menduar për kohezionin e personave cilët kanë ndihmuar Berishën, sesa është si thua menduar për tentativën për të maksimizuar apo për të hapur partinë.
Unë kam të paktën po t'i kthejmë proceset primareve se nuk është përmendur, ndoshta e ke për më vonë, po për mua Partia Demokratike duhet kishte bërë një proces tjetër primarësh, duhet ja kisha hapur primaret të gjithë listës së atyre që donin të merrin pjesë. Po, është një diskutim që kemi bërë bashkë edhe në privat, po, kjo teza jote që kemi diskutuar, që duhet ishin gjithë, edhe vetë Berisha dhe dikush tjetër, po. Edhe vetë Berisha mund të përdorë një fletë votimi me 3 preferenca, fjala vjen, primaret mund të shifeshin si një proces si tush i kozuar, pra sot bëhen në Shkodër, nesër bëhen në një qark tjetër, pra një moment shumë i rëndësishëm edhe simbolik për partinë, gjithë duhet ishin primare, partia vetë, kryesia e partisë mund të rezervonte vetes, për shembull, të paktën një 15 apo 20 deputet që mund të ishin kandidat që mund të ishin atë listën e mbyllur, pra në rankim, dhe kjo mund të ishte bërë një proces shumë më fair. Por dhe mund të kishe hequr nga të gjithë këta ankthim që kanë njerëzit që janë listën e hapur apo listën e mbyllur. Dhe pra mund ta kishin bypassuar të gjithë këto efektet që ka sistemi dhe gjithë këta ambiguitetin që ka sistemi. Dhe kjo mund të kishte qenë mënyra e vet. Në kështu siç është bërë procesi, ne do të harxojmë kohë, ose po duhet të harxoj kohë me këtë. Në pikpamjen e efekteve, natyrisht që mund të ketë. Por mund të ketë vetëm nëse kandidatët aktivizohen me parti të tjera. Për shembull, zoti Sula e dha sinjalin që mund të aktivizohesh me një parti tjetër. Ndoshta mund të aktivizohet edhe për të mbledhur vota për një parti tret pa qenë vetë në listë, thjesht si akmari, por pastaj rrugët e PD-s me zotin Sula do të ndahen përfundimisht. Dhe unë nuk e di se sa kandidatët e pakënaqur do të mundohen të bëjnë fushat për partit tjera, ose sa do spostohen me vota. Kjo zakonisht ka ndodhur me partit që janë më të vogla, me partit republikane, ose nga Partia e Lirisë ka pasur dalje nga rjeshtje kështu me radhë, po brenda PD-s do të ishte dram për PD nëse këto individ do të punonin kundër Partisë Demokratike. Okej, Qafoku, nëse ke gjë përshtuar për këtë tezën e profesor Kllishit që duhet janë gjithë në primare, në të kundër kam një temë që diskutojmë ose mirë me ju të dy, që nuk ka të bëjë me zhvillimet në Shqipëri. Po primaret, thimi radh parë ishte një gjë shumë e mirë në Partinë Demokratike dhe këtë duhet ta themi se bëhet për herë të parë, madje edhe në Evropë nuk ka primare të mirë filta dhe ndoshta kjo e bëri Partinë Demokratike që këto primare në fakt quheshin për një pjesë quheshin sekondare. Në zgjedhje të tjera ato mund të përmirësohen, por në këtë rast, plus që thimi ato u organizuan shumë vonë, shumë pak ditë përpara dorëzimit të listave dhe sigurisht do shoqëroheshin me shumë probleme. Okej, ndërkohë, si Qafoku si Kılliçi, duke qenë se të dy e njihni shumë mirë realitetin në Kosovë, do doja nga një koment nga të dy ju, po nis me ty Qafoku për atë çfarë ndodhi me Hashim Thaçi që nuk u lejua të jetë në varrimin e babait të tij nga gjykata speciale. Thimi është një akt i turpshëm i gjykatës së Hagës. Tani ne kur përmendim një gjykatë ndërkombëtare duket sikur ne po merremi me një çështje madhore, me një gjykatë international etj etj. Por besoj për humanizëm, për të drejtat më elementare, kjo gjykatë ja ka kaluar gjykatave të Afrikës edhe të vendeve diktatoriale. Sepse vetëm në diktaturë nuk lejoheshin njerëzit të merrnin pjesë në varrim. Por do ishte gjëja më humane dhe për më tepër që ne nuk ka një vendim të formës prerë, por ka 4 vjet e 4 muaj që Hashim Thaçi qëndron në qelit i izoluar në një proces të turpshëm që unë do ta krahasoja më i turpshëm në historinë e të drejtës dhe e jurisprudencës së kontinentit plak. Pse e them këtë? Thimi, 45-ën për gjyqin e Nurembergut, për 50 milion të vrarë në luftën e dytë botërore, ishin vetëm 24 nazist, të lider nazist. 24. Ndërkohë, për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e cila mbrojti popullin dhe luftoi për liri, sot kemi 5 liderët e saj në Hagë. Ndërkohë, për ata që kryen genocidin më të madh mbas atij hebrejve të mbas luftës dytë botërore, pra serbët
ne nuk kemi sot as kërkim falje të këtij populli, të këtij kombi, të këtij shteti dhe as të dënuar në gjykatën e Hagës. Prandaj ky është një proces i turpshëm dhe këtu nuk ka vend thimi të themi që me që jemi ne shqiptar, po themi për shqiptarët një gjë të tillë. Jo, ka një logjik juridike, nuk ka jurist në kontinent dhe në botë që jep të drejtë një trup i gjykus, një trup e prokurorësh që po bëjnë për atë që po bëjnë në gjykatën e Hagës. Dhe më rënda që të mos japin lej disa orë, një prej të akuzuarve, edhe me një akuzë të turpshme, një prej të akuzuarve për të qenë në varrimin e Etjatit. Është me të vërtet skandaloze dhe nuk ka ndodhur, nuk ndodh në Evropën e qytetëruar. Profesor Kolliçi, për ty edhe ti e njeh shumë mirë realitetin të brendshëm, por edhe si pedagog, por edhe nga brenda ato çfarë ndodh në Kosovë. Një koment për këtë veprim. Po komenti për mungesën e humanitetit është diçka e cila nuk është se ja vlen shumë për tu analizuar, sepse është evident e qartë. Problemi nis me gjykatën në të gjitha momentet që ne e analizojmë, e shohim mënyrën se si funksionon, niset që në gjenezën e saj. Gjykata ishte një instrument i cili u ndërtua keq, u ndërtua kundër shqiptarëve, u ndërtua dhe do të funksionojë dhe rezultatet do të jenë këto që shohim tani. Fatkeqësia e madhe është që kjo gjykatë u imponua dhe u pranua nga vetë persona të cilat sot janë pjesë e gjykimit. Dhe gabimi më i madh për cilin lëvizja vetëvendose ka paralajmëruar që në krye të herës ishte pikërisht ky, sepse ishte një gjykatë që vinte në diskutim shumë nga arritjet e mëdha të luftës Kosovës dhe një gjykatë e cila dëmton dhe sot në momentin që flasim për mua e dëmton shtetësinë e Kosovës. Dhe këto parashikime apo këto paralajmërime që u bën nga lëvizja vetëvendose nuk u pranuan nga pjesë e madhe e kuvendit të Kosovës, e cila e pranoi këtë gjë, dhe fatkeqësisht ne sot vuajmë pasojat. Dhe këto janë pasojat. Më tepër se sa trim merremi me çështjen e humanitetit në rastin e Zotit Taçi. Këta njerëz po rrinë, u bën vite që po rrinë, nuk vijnë përpara gjykimit, pra nuk kemi, është një gjykatë e cila nuk jep qartësinë dhe në një kohë të paracaktuar nuk jep verdiktin e saj. Sa do të rinë këto njerëz brenda në të mbyllur pa u dhënë gjykimi dhe pa ju dhënë fund proceseve, edhe kjo është një pjesë e dëmshme dhe rrëmujshme e kësaj gjykate, e cila në logjikën e saj nuk hyn kurkund në mënyrën se si duhet funksionojë realisht. Pra një shtet kurtetues demokratik, kjo gjykatë nuk është se do të hynte, nuk është se do të ishte pjesë e një sistemi demokratik. Fatkeqësisht është pranuar dhe ne sot do të vuajmë pasojat. E kuptoj, Qafoku, po dalë aty një koment fundit ose një analizë përmbyllëse. Thimi, ajo që është e rëndësishme për të folur lidhur me Kosovën, unë besoj dhe mendoj është për të ardhmen se si do zgjidhet konflikti dhe kriza për atë tashmë që quhet midis Kosovës dhe Serbisë. Vizita e djalit presidentit Trump, por më shumë një deklaratë e zëvendëses së Pentagonit që të kthejmë sërish Kosovën në Serbi, për mendimin tim janë element që nuk e ndihmojnë të ardhmen e Kosovës. Dhe në këtë drejtim i del kryeministit aktual Albin Kurti që të mos mbaj ende atë profil dhe atë qëndrim kryeneç as pak të denjë në raport sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por duhet gjej mënyra të reja të funksionuarit, sepse gati bota është në një ndryshim të rendit botror. Ndryshimet që po ndodhin në botë, humbja e lidhjes dhe shkëputja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Evropën, ndoshta një tërheqje e Amerikës nga NATO, ne nuk e dim këtë ta themi sot, apo një ndryshim i kësaj strukture, i kësaj aleance, do ta lërë kombin shqiptar edhe pse me dy shtete zbuluar në këtë drejtim dhe
ne na duhen forma dhe mënyra të tjera për të funksionuar dhe këto kryenetësitë apo sovranizmat po themi deri provincial doja ta cilësoja këtë nga kryeministri Kurti, nuk i bëjnë mirë Kosovës, po i bëjnë shumë dëm asaj. Ndoshta përpara nesh mund të shfaqet sërish thimi ideja e shkëmbimit të territoreve dhe hajde gjeje se si mund të zgjidhet kjo nyje gordiane pasaj dhe shqiptarët duket se për këtë gjë as se mendojnë dhe as janë të përgatitur dhe sigurisht ne kemi të drejtë ta themi këtë sepse kombit shqiptar, shteti shqiptar, trupit të trojve shqiptare vetëm i kanë marrë toka, ne nuk i kemi rënë qaf kujt. Ne trojet tona janë etnike, janë nga Nishi deri në Prevez, por sot ne kufizohemi me veten tonë shteti shqiptar, po edhe Kosova madje po kufizohet me veten e saj se Lugina Preshevës është tokë shqiptare. Edhe pjesa tjetër deri në Nish është tokë shqiptare. Kështu që një hedhje e një varianti të tillë të shkëmbim të territoreve, ndryshim të kufive, apo largimit të NATO-s, apo largim të Amerikës nga Kosova, do ishin me të vërtet një dëm shumë i madh për të ardhmen e Kosovës. Okej, Klece, di që ti ke një koment fundi, kështu që nuk po ta mbyll pa marrë komentin tënd. Ne nuk mund të parashikojmë rrethanat dhe mënyrat se si do të ndërtohet politika amerikane. Dhe natyrisht që duhet jemi të përgatitur për çfarë do lloj gjëje që mund të ndodhi. Unë kam përshtypjen që problemet tilla nuk mund të shkaktohen vetëm për Kosovën, por mund të shkaktohen edhe për vendet e tjera. Ajo që unë jam i sigurt, ose të paktën që duhet jemi të sigurt, është një qëndrim i cili duhet mbahet unitar, i cili duhet mbahet në raport me çështjen e Kosovës. Nuk e di nëse antarët e Bashkimit Evropian do të kenë apo do të jenë dakord me propozime që mund të vinë të çuditshme që me sa kemi parë administrata amerikane ka bërë jo në rastin e Kosovës, por këto kohë të fundit. Dhe paparashikueshmëria natyrisht është e madhe. Ajo që duhet të bëhemi, duhet ndodh, kam përshtypjen që duhet jetë unitariteti i faktorit politik, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Kjo do të ishte më e rëndësishme. Se çfarë do të ndodhi pastaj me faktorin ndërkombëtar, natyrisht që ne nuk mund ta parashikojmë, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet ketë një farë rezistence, jo në kuptimin e armatosur, por në kuptimin edhe argumentativ për çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën. Unë besoj që Kosova është realitet tashmë i pakthyeshëm. Në rast se do të kthehej çështja e Kosovës, kjo do të shkaktonte konflikte e të tjera në Ballkan e të paparashikueshme. Dhe kjo është që duhet kuptuar në arenën ndërkombëtare, që ndofta hapja e problemeve, siç është ai i Kosovës, që i hapja më tepër do të prishin punë se sa do të kthejnë apo do të ndërtojnë një raport paqe në Ballkan ose edhe më gjerë. Gëlliçi, Qafoku, shumë faleminderit të dyve që shumë kënaqësi të bisedoja me ju. Ju uroj një vijim dite sa më të mbarë. Ndërkohë shkojmë në shumë pak publicitet dhe rikthehemi sërish.